Politikani Lisandër Hoxha vizitoi Vatrën, politikani Lisandër Hoxha vizitoi Federatën për Shqiptarët e Amerikës Vatra, ai u mirëprit nga kryetari Dr. Emi Berisha, sekretari Pashko Cama, editori i Diellit, Patriotët Bashkim Sheu, Faton Zogjani dhe Gëzim Kosturani. Në fjalën e Misardhjes, kryetari Elmi Berisha ekspozoi historinë dhe punën dinjitose të Federatës Vatra në shërbim të çështjes kombëtare në mërgatën e Amerikës, aktivitetet adhetare dhe kulturore dhe visionin e Vatrës në shërbim të interesit kombëtar dhe të komunitetit shqiptar në Amerikë trojetnike. Politikani Lisandër Hoxha vlerësoi rolin e Vatrës në dobi të çështjeve më të rëndësishme të interesit kombëtar. Sekretari Dr. Cama ju shpreh takim se një Shqipëri e fortë në Ballkan do të thotë një Kosovë dhe më e fuqishme dhe kom shqiptar gjithnjë më i fortë në Ballkanin Perëndimor. Tema të tjera diskutimi ishte situata politike në Shqipëri e Kosovë, roli i fuqishëm një mërgatës shqiptare në lobim të interesit kombëtar, zhvillimi i Shqipërisë demokratike dhe vokacion perëndimor, aspekte gjeopolitike të integrimit të Shqipërisë në BE dhe nevoja e rritjes bashkëpunimit dhe unifikimit kombëtar. Në fjalën e falënderimit, politikani Lisandër Hoxha u shpreh se Vatra është e shenjtë për çdo shqiptar, puna e Fanolit dhe Faikonicës që ka udhëhequr frymën kombëtare patriotike të shqiptarëve. Shkolla Shqipe Tampa Bay, një qendër arsimore e kulturës dhe gjuhës shqipe.